Mira Murati është një nga shqiptarët më të njohura në botë, emri i saj erdhi në qendër të vëmendjes sidomos në 2 vitet e fundit dhe lidhej ekskluzivisht me ChatGPT ose me OpenAI, që është praktikisht një prej projekteve më inovator të botës sot dhe një prej projekteve që i takon të ardhmes. Historia Mira Muratit, ose dalja e emrit të saj në momentin e parë që një lloj shoku, pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk kishin informacion për të u fol shumë që mund të vinte në Shqipëri apo jo. Në fakt, Mira Murati, një vajzë lindur në Vlorë, ka kaluar pushimet në Shqipëri këtë verë, e ka qëndruar 2 javë gjatë muajit korrik në një nga zonat më ekskluzive të Shqipërisë, në zonën e Kep Merlit, në jug të Sarandës dhe në veri të Ksamilit, pra midis Sarandës dhe Ksamilit. Ka qëndruar 2 javë bashku me familjen e saj dhe me persona të tjerë të afërt. Natyrisht nuk jam autorizuar të jap më shumë informacione për pushimet e saj në Shqipëri, sepse kanë qenë private, por gjithsesi prania e saj në Shqipëri edhe me një numër personash tjerë, pra thash të afërt, është një lajm i mirë edhe për ne. Mira Murati është vajza e 2 mësuesve nga Vlora, ka lindur në 16 dhjetor të vitit 1988 në qytetin e Vlorës. Babai i saj ishte mësuesi fizkulturës, ndërsa nëna saj ishte mësuese e letërsisë. Sipas të dhënave dhe informacioneve që kemi marrë nga njerëz që e kanë njohur, por edhe nga njerëz të familjes, Mira Murati ishte një prej nxënësve më të mirë të shkollës saj, pra kryesisht të shkollës 8 vjeçare që ka zhvilluar në atë kohë në qytetin e Vlorës, ka qenë pjesëmarrëse në pjesën më të madhe të olimpiadave të matematikës, fizikës dhe atë gjithë atyre që lidheshin me shkencën, por njëkohësisht ishte një prej lexueseve më të mira të brezit saj dhe të klasës saj në shkollë. Mbas mbarimit të shkollës 8 vjeçare, ka filluar shkollën e mesme në një prej shkollave private të Vlorës, ku fitoi edhe një bursë personale. Është shumë interesante rrëfimi i njerëzve të afërm të saj se si një ditë besoj të premte, e mbritin në shtëpi prak më e mërzitur. Ishte një vajzë, sikur se thash, që lexonte shumë, qëndronte shumë me veten e saj, kishte një bibliotekë të tërë librash që kishte lexuar. Erdhi e mërzitur në shtëpi dhe i tregoi prindërve në një bisedë vogël familjare që ditën e hënë Ambasada Amerikane zhvillonte një konkurs ku më shumë se 600 veta konkuronin për një bursë në një nga shkollat më të mira të asaj kohe. Ishte shumë vështirë, sepse duhet ishte e njëjtë ose e premten, mos gaboj tani me datat, por familja bëri ç'ishte mundur që të nxirrte të gjithë regjistrimet e gjendjes civile, madje personi i gjendjes civile doli pak jashtë orarit që t'i pajiste me certifikat, dhe ajo u regjistrua në konkursin, të cilin e fitoi midis 600 pjesëmarrës. Gjë që tregon që talenti, aftësia, zotësia dominojnë mbi gjithçka. Mbasi u pajis me një bursë të Ambasadës Amerikane, ajo zgjodhi të studionte shkollën e mesme në Pearson United World College of Pacific në Kanada, një prej shkollave më të mira të Kanadas në atë kohë, një shkollë në cilën ai qëndroi rreth 2-3 vjet. Pra keni parasysh që është larguar nga Shqipëria në moshën 16 vjeçare, në rreth vitit 2004. Mbas studimeve në këtë kolegje, e vazhdoi më pas në një sër kolegje Shtetet Bashkuara të Amerikës, si në Colby College dhe Thayer School of Engineering. Gjithsesi këto janë dhëna që qarkullojnë edhe në internet, por gjatë kësaj kohe, kur kishte ëndrrën që të merrej me arkitekturë, në fakt ajo u fokusua tek inxhinieria dhe tek informatika. Një vit qëndroi në Tokyo të Japonisë, që duket se ka qenë një vit vendimtar në karrierën e saj për t'u përfshirë në atë që quhet projekti i inteligjencës artificiale. Një periudhë kohe e punoi në Zodiac Aerospace, pastaj kaloi tek Tesla, ku ishte pjesë e një projekti për modelin X, ki parasysh që Tesla ishte nga kompanitë më të famshme në botë në atë kohë, ndërsa në vitin 2018 kaloi te OpenAI, që është një prej kompanive që merret me zhvillimin e inteligjencës artificiale. U bë famshme kur ChatGPT-ja u hodh në treg dhe doli përtej të gjitha pritshmërive të vet kompanisë. Pra, po e quaj suksesi i tij ishte jashtëzakonshëm dhe në fakt inteligjenca artificiale është një prej fushave më delikate të botës dhe njëkohësisht një prej fushave që pritet të transformojë në mënyrë rrënjësore njerëzimin. Ajo pati një rol jo të vogël në projektin e ChatGPT-s, në disa filmime që qarkullojnë, por që nuk bëhen publike sepse janë gjithsesi private, janë mbledhje të brendshme, ajo flet në disa mbledhje online edhe për eksperiencën që ka pasur në fillesat e saj në Vlorë, pra e përmend që unë kam qenë në Shqipëri adoleshente, kam punuar me projekte të tilla të ngjashme, bëhet fjalë për projekte minore fare në atë kohë që nuk kishin lidhje,
ku shpjegon njëkohësisht e ka ruajtur gjithmonë pjesën e origjinës saj. Ka një motër dhe një vlla, në mos gaboj motra së bashku me familjen jeton në zonën e Venetos në Venecia, së bashku me babain dhe nënën e saj që janë larguar nga Vlora, ndërsa vllaja ka ndjekur atë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jeton gjithsesi, nëse jam i saktë, me zonën eksakte, po jeton në pjesën perëndimore të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra është në zonën e San Franciscos. Mira Murati, thash, u bë famshme rreth 1 vit e gjysmë më parë, ka pasur shumë komente për të, ka pasur shumë spekulime, fjalë. Në fakt, është thjesht një vajzë nga Vlora, një prej studenteve brillante që Vlora ka pasur në atë kohë, nxënësve brillante që Vlora ka pasur në atë kohë, është një prej atyre nxënësve që e ka çarë krejtësisht vetë jetën e saj dhe rrugën e saj në jetë. Është një shembull, ndoshta shembulli më i mirë që ne kemi, po është një shembull i atyre dhjetra e mira emigrantëve shqiptarë, të cilët u larguan nga Shqipëria me ëndrrën e shkollimit në universitetet më të mira të botës, që kanë qenë nxënës dhe student ekselent në universitete, në kolegje dhe në universitetet më të mira të botës, që janë sot punonjës të kompanive më të mëdha të globit dhe që e ruajnë origjinën, gjuhën, por dhe krenarinë e të qenit shqiptar. Është pjesë e atij brezi që do të na bëjë krenar edhe pa qenë në Shqipëri, është pjesë e atij brezi të cilët kanë bërë sakrifica maksimale për dijen dhe për informacionin. Kjo është pak a shumë historia e Mira Muratit, e cila me një bursë të ambasadës amerikane arriti të bëjë një prej shkolla kolegjeve më të mira të botës dhe më pas të hyjë në atë që unë e quaj bota e shkencës dhe sidomos e inteligjencës artificiale, ku duket se po shkëlqen. Madje një periudhë të vogël kohe ka pasur edhe rolin e CEO-s OpenAI-s për arsye të një ndryshimi të vogël pra në leadershipin e kësaj kompanie. Thash, ajo kaloi pushimet në Shqipëri rreth 2 javë, shpresoj që të rikthehet sërish. Është ndoshta shqiptarja më e njohur sot në botën e teknologjisë dhe njëkohësisht shqiptarja me më shumë emër, po dhe jo shumë e njohur në Shqipëri. Jam eksaktësisht në vendin ku e ka zhvilluar pushimet, ku ka kaluar pushimet, në Kep Merli, në veri të Ksamilit, ose në zonën midis Sarandës dhe Ksamilit. Një nga perlat e Shqipërisë, mjafton ta shihni dhe me një filmim vogël me dron.